Selam aleikum të dashur miq, mirë se vini te emisioni Këndi I diskutimit, ku sot do të rikthehemi në një nga momentet më të rëndësishme të jetës fetare në Shqipëri, më konkretisht në Shkodër. Do të flasim për rihapjen e xhamisë së Plumbit pas periudhës së komunizmit, një ngjarje që shënoi rikthimin e lirisë së besimit dhe gëzimin e besimtarëve. Gjatë periudhës komuniste, praktikimi I fesë në Shqipëri ishte ndaluar me ligj. Xhamit u mbyllën, besimtarët përjetuan persekutim dhe frikë dhe çdo shenjë e ibadetit kryesor, pra namazit, konsiderohej kundër pushtetit. Shumë besimtarë ruanin besimin e tyre në fshehtësi, në familje dhe në mendje të tyre, duke pritur me durim një kohë kur do të mund të afroheshin sërish pranë Allahut në shtëpitë e tij. Më 16 nëntor të vitit 1990, kjo pritje përfundoi për xhaminë e Plumbit në Shkodër. Pas më shumë se gjysmë shekulli, xhamia u rihap dhe besimtarët panë sërish dritën drejt vendit të tyre ku do të madhrojnë Allahun e Madhrishëm. Në këtë moment historik, Hafiz Sabri Koçi mbajti një fjalim prekës, duke kujtuar rëndësinë e imanit dhe vlerës dhe ibadetit, si dhe lidhjes së besimtarëve me Allahun. Ai theksoi se kjo rihapje përveç se ishte një ngjarje historike, ajo tregonte rikthimin e shpresës shpirtërore, një rikthim I lirisë së besimit dhe një mundësi për të rigjetur dinjitetin fetar që komunizmi kishte tentuar ta shuante. Atmosfera ishte e mbushur me emocione të thella. Çdo ezan që u ngrit nga minarje, çdo përkulje ndaj Allahut fuqiplot e çdo dhikër I përshpëritur ishte një dëshmi e fuqishme e rikthimit të dritës së fesë pas viteve të errësirës. Dhe tani në vijim sjellim për ju intervistën ekskluzive me Hoxhën Vehbi Dani, një nga nismëtarët e hapjes së xhamisë së Plumbit në Shkodër, I cili ishte I pari që thiri ezanin 35 vite më parë. Një bisedë me gazetarin Ilir Ademi, ai ndan emocionet e tij për jetën fetare gjatë periudhës së ndaluar, për frikën dhe errësirën që mbuloi ato vite, por edhe për gëzimin e thellë të besimtarëve kur mundën sërish të falin namazin dhe të dëgjojnë thirrjen për në shtëpinë e Allahut. E ndjekim bashkë. Mesnet. Në rastin e kësaj ceremonie, do të organizohet ky program. Tani do të marrë ceremoninë, do të marrë bisedën në rastit Hafiz Sabri Koçi. Pas pak do të bëhet falja e xumas. Dhe në orën 2 do të bëhet mbyllja e ceremonisë. Vllazën dhe motra, sot kemi gëzimin më të madh. I mas 23 vjetësh të dëgjojmë kënaqësinë më të madhe të zemrës dhe të shpirtit tonë. Hoxh, falë Zotit, besimi është I lirë sot, ju jeni çdo ditë në këtë xhami. Çfarë bënët ndërkohë kur xhamit ishin të rrafshuara, besimi ishte krim me ligj dhe gjithçka rreth tij ishte e ndaluar? Elhamdulillah, tash e falenderojmë Zotin që e kemi dishruar këtë ditë. Edhe u ban 35 vjetë që mjetë musëm kësisht, që ne arritme me fjalë mendimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, që ta rihapim edhe një herë drejtën e ushtrimit të besimit. Kur u mëll besimi, dhe me thanë,
Në 67-ën unë kam qenë ushtar, në 66-ën kam shku ushtar, në Borrell edhe kur i kam marrë këtu edhe kam pa xhamia të rrapshume. Kur e pa Shkodrën në Xheni më duk sikur kam marrë në xhehenem. Thon drejtën. Se kam studiuar në medrese, pa para se me shku në medrese, këtë xhamin këtu kam mësuar me atë hoxhën gjuhë arabe, kam mësuar me një hafiz tjetër në lagjin Mosej këtu hifz Kur'an për mensh. Dhe atëherë shkova në medrese, ta kem dokumentin me fjalë Hafiz Sabria Rahmet Pasht, erdhi në shtëpi dhe i tha babs, të shkojnë në medrese ta kenë dokumentin si medresist. Se për me mësu të kjo kam mësu ma shumë se mësojnë ata atje. Nëse përfundimisht, në odhi kjo fatkeqësi, nëse të nuk rrim me qa, në atë kohë ka kënë, jo me qa, po ka kënë e të shtushme puna, për besimtarët dhe besimtarët. Diçka që se ka menu këj popull se të arrinë në këtë pikë, jazjani. Dhe gjatë saj kohë, dhe më thanë, ne kuptohet, ishte ne një 55, jo e dini për pare mirë, dhe më thanë, agitacion e propagandë ka thënë, që se thuti me za, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ta puqin agitacion e propagandë kundër pushtetit dhe kundër partisë. Në shtëpia tona, më kam lezu Kur'an, se më rajtë ka të rëzi, më kam lezu Kur'an, me atë malli, Kur'an e kishe. Pra ju keni vazhduar të me za, Kur'an? Jo kështu me lezu, me za, kapte malli, kënoshe me za, kishe kujfi, edhe komunishtë kanë kënë, po kena pas marrëdhënie të mira. A nuk ishit frikë se mund t'ju Vallai, me ta thënë drejtën, vlla i lirë, unë nuk kam pas frikë, që më rajtë këtë. A Zotin kështë thënë korrajo, nuk e di. Po merte malli se Kur'ani e kënoshe bukur edhe kisha qef me dëgju edhe vetë Kur'anin. Edhe kështu që jena mundu me rujt me fjallë traditën. Islami nuk ka traditë, Islami e liqë, po pasojmë na gjuhë popullore traditën e Islamit. Me namaz, me gjaja tjera, me agjerimit, e gjaja. Çfarë veproni kur vinte Ramazani? Urna? Kur ishte Ramazani? Vinte Ramazani, këj hoxha që në kam mësuar ka pas një saj kalendarit, një për llogaritje matematike, gjelbeti kanë thënë ata. Këtë gjelveli e gjete me data, me kohë të mamë Ramazanin e këta, këtë datlinjën e pejgamberit, ata kësman që ka pas datat e festimeve në Islam, edhe kështu që na tregot ai, kuptohet na kishim kontakt me te, me të kuptohet të ritirum se me kujdes. Edhe mirë po, i kena pas sakta këta punë. Edhe kena një gjuhë dhe radion që kena pas Egyptin e Turkinë e të gjana me fjallë. E faktikisht gjoja më madhe ka kënë për mu flas, 87-a, kur unë një gjohë Koranin nga Egypti, se Egypti më pëlqenë shumë se këtojnë amën e shumë. A ka qenë Radio Kairo? Radio Kairo, po. I program fetar. Që ishe një Sonderberg, një radio Gjermane, me kordin 2, të pa të në gjuhë Koran kur shqip, të thire Islame. Diçka. Se si dhurat, si surprizë. Diçka që më duk e pa besueshme, thëmë. Paska, Zoti paska ba njerës, që ne me nga ba thirje, që ishte thirje, da vetë ishte. Alhamdulillah, Bran Fili ishte, matë grupin e vetë atje, e përhapa këtë më sëndaj. Kush kishte radio, i thoshe. Pra ju tregove dhe të tjerve që... Po, tjerë, kush vetë miqve, shokve, që i dishe se kanë brëmë besimit, i thoshe këto, keni këtë program, nadjen këtë orë, edhe në mram 2 herë në ditë jepte programin kjo thirje. Ata Zoti në rovë, banin një punë të mirë me i fjallë, shumë bukur. Ne kishëm nevoj për ushqim. Këpëtën se si puna ati trupi që ka nevoj me hangër dhe shpirtit dhe në ushqim. Ushqim shpirtnor, dhe se kur një gjoshën, kur jepte selam, dhe fillote me ezanat nërshëm, e këtë bishka, e pa ma se mënoshe se do, po rasisht në odhë kjo punë. Alhamdulillah. Pjesa ma madhe këto që e kanë marrë veshtofshin Turkia, se s'dishin një asë është Mesiri, se Mesira kanë ata. Edhe kështu që, me një fjallë, kena dha shpes, adin, me gjithat e unë thash pash mëllin, pash edhe rihapjen, rihapje ishi aktivi kryesor në me atë punë, po, me noshe që nosha që jam rëjim me jetë. Pra në 67-ën ju përjetuat një shpresë të madhe se besimi mund të rikthehet. Ndërkohë vjen viti 1990, ku ishte, po themi, viti kulminant, i cili theu dhe prangat e regjimit diktatorial, ateist në të kohë. Si e morët vesh lajmin se do të rihapet... Tashti, unë kam punu në fabrikë puzve, ashtu se erdi puna, 30 sa vjetë, dhe fabrika këpuzve ishte afër vorrave të katolikëve, rëmbajit.
Këta banin meshin e parë me 5 nënor. Të mësi më një bani, më në dritë pas që ka dekë. Unë ishe me ata shok, kishe të shok katolika, shkojnë me të shme tonë, që po banë të dishka, që pa lëviz, ishte lëvizjet e vorët, ata kishe një si një kishë vogël që kanë pas ta për dekurit, ata atë u banë, aja sura ceremonia pare vogël, ja 4-5.000 vetë kanë me tonë, sigurimi, policia, brava, kuptove djetë e punë, ishte gjavë fështirë me folë për atë ku. Kanë pakenda kutinja kështu në pisha, që helshin metorinat, që me tonë, që i të thonë 250 lekë të shok katolikët, që i të bon, i thonë, po, këta përfej, po, unë me sa shumë, thëmë, përfej është ke punë, kuptën, për hajrin shë Allah. Edhe, mirë po, erdhe të Hafiz Sabria shpi, edhe i thamë ishtu. Më thotë, ndërkohë Hafiz Sabri Koçi kishte dalë nga burgu. Kam kënë, thëtë, në burg, thëtë, unë e kam fështirë, thëtë, s'ma kuptën, me kishte frikën se i zëtë sa vjetë burg politikisht. Edhe kështu me një fjallë i thamë, palvizin të më hoqë, tjerë. Që me bona? Të shë dhe na duhet, ata palvizin, po në musliman, se pjesë më madhe këtë në shkode e në musliman, apo jo? Se më raporti është 14 me 16, ose parafësisht i këtu. Edhe kështu që, me një fjallë, filloj aja një e tash, se kërkohet e shpirti. Allahu kështë e pa mërat, se pa mërat zotë si ishte kjo punë. Edhe e banë ta me nënë të shina, pa lojnë pesën, me nënë të xhamia Plumit. Të fillën tash e para, lëvizja parë, që sot nuk flitet kja. Kena shkuja 200-300 vetët në xhami, kanë kënë të tëri me plop maja, zana kështu. 2 hafiza Koranit kanë kënë, qorra. Verbër të 2. Hafiz Sjazim Rakiqi, zote e Mshirov, dhe Hafiz Riza Mani. Kë Rakiqi ka mësu Riza Mani në qorën tjetër, hifzin Koranit. Një majetofon me ilahije dhe me lut Prishtinë se diçka kështu, aty, të 2 hafizat aty me të kënu Koran, në atë pjesën e hollit aty jashtë, që është xhamia Plumit i kënë, që më ki po ata vendet që janë, këtë anën e majtë këna kënë, të 203 të pastru me në xhamin të me ferra, me shtërë, dhe me këmuzohëm ishte e ashtë pala. Edhe vjen një, për i komitetit të partijës një gaz, me një instruktor, e thotë, çka i të bojnë këtu? Atin se kja monument kulturit, i thonë ata, nuk jena ato e ranu, jenë ato e pastru, po jo me që i keni monument kulturit, ta këshin pastru. Mas të këshin lanë kryqeni. Për ishte problemin me prakadit për namaz të që dhe po, paktën sheshohet aja vendi. Edhe ardhë nda njërë si me thënë aty, ardhë një person tjetër, filloj një me thirë e zanin ati në minare, dhe ata nana kja, për nanim të full. E kënohet ati në ata kubet e saj, gjamis e Plumit, Allahu e zber 2 fjallë zita i gjamë atë për rëqë, më thët një vlla musliman që ka dek moshi ishte, hinë mërë kënoj e zanin, që e dita i. I thëmë, ja Hasan, thëmë kujt pa ja kënoj, s'pa shaf hoqën. Se ke ishte problemit, më në të shynë, pa kënoj me zojmë, po kush pa prindu. Dhe kështë ishte fillimi, që me thonë. Ata djemë të ri, ata s'ishin gja, ishin njërës, që me thonë, kanë kënë nështë me probleme, po aty ishin pararoja, që me një atë besin djemë të ri kështu. Edhe falen ata, ardi person tjetër në karën si e punë ka vdek edhe aj, dhe falen, nuk di që falen, nuk falen gja, se falen misditën me zan, a i hoxha të me ka jo ba imam. E thët një kushërin jemi, thët e falë, me dhe mëske falë që nga shka falë shpi. Thëmë se misditë me zan nuk ka, thëmë, misditë është pa zan, edhe hoxha kushe qofë. Se gjumaja nuk më ndote, se shkishte e shkë. Edhe, të shik nga kjo, fillë të Hafiz Sabria, unë, se me thëmë, prapë. Sa ditë para ceremonisë? Nëna ishte kjo, një për para. Po, një para. E shkova i thamë, kështu më Hafiz, kështu bëm puna, thamë, se po bëjmë, që po bëjmë, ka lasat, pa dalë vendimi, konvenit popullor, thët, nuk mundu më këtë, në këti. Pa hajtë e borë, thëmë, ki hinë borë, thëmë, me kader zotit. Në qose në afusin borë, edhe në qose në avrasin, shkojmë shahit, thëmë, për islam, mërë. Unë, vëllaj, me të thonë drejten, si vëlla musliman, nuk më kishte fesh shqecimi s'kishe. A thu se si ishin ata, dhe atërë. Edhe kështu që më shëllë, kalune da ditë edhe ditën e ejtë me i fjallë me 15, u bo mesha madhe me 11 atje, me 15 më sëndajmë qaj fjallë Hafiz Sabria, një grupë për atë në me aero, kanë pakend të makina rëmone bëjgrije, erën dhe shpija këto dhe më thanë mu, Hafiz Sabria në ka qume të marë, i tha shkoni, i tha shë unë bëjë me bicikletër, shpi të apizë. Shkova aty, i gjitha janë 4-5 vetë që ata kanë vdekë të shtanë. Zotim Shëroft, edhe Hafizi po. Japë selam, më tha, i gati, tha nesër,
Për 16 të shtishe fjalla. I thamë, gati jam të sadit, i thamë, shqyqyrë, thamë, a bajmë i probë, që të me po probë? Unë probën e kam parasysh, thamë, të tyret e mija që më duhet për mezin me ty, unë i di, thamë, që e din ma atë punë, thamë. A knoj me zonin, po të pa knoj mërë, thamë, e knoj me zonin aty, a ata metën ma njëtën, që me thamë, që mërë që menja, që me thamë. Kështu që në nesëm, thamë, mund ti nuk ke, tha qilaf e ti qilaf i zi, pa të japë të temin, tha që do të me kanë të mezini, mu dalluar. E mora qilafin ose fesin e ti, ramet pas, dhe në nesë unë nisme, shku të gjamia plumit. Data 16 nëntor. Data 16 përshka. Edhe prej Parrucë, të shikua gjamia Parrucë, e deri atje në qafë, para aty poshtë, tanë rruga blote 10-15, 20, tanë zi rruga. 80.000 vetë, kanë kalë blëke madhë. Pra ishte një masë madhe njerëzish, ishte përhap lajmi në qytet? Po, ishte përhap lajmi që do të hapet gjamia plumit, do falet gjumaja. Tash njerëzit ishin zgjumat njën e dëshirës të madhe, pa shkoj me që po bëhen, që ata pjesët dërmuese e të në nuk dishin se është ka punë. Po kishte edhe besimtarë që kishte rujtë traditën, kuptohet. Aty. Edhe shkume aty me i fjallë, ishte ba një tribun jashtë aty, pa hinë e majtë aty në gjami. Hafizi me 2-3 vetë, ramet pashin të anë të këndek. Një djali ri ba një hapjen, këtu shkodranë ka kënë, edhe më duke të eliminun të mrapa atë këta, duke nuk dhjetë gjaqë urma ti, ma, aja ba një hapjen me fjallë. Edhe Hafizi majtë i bisedë, me thanë, pishka, është dishka, ja nevojshme, për diçka e pa imaginueshme. Një orë biseda të për gjenin, për situatën, për islamin, që du të me ba tjere tjere. Atër mërëndë këshin ba ma feeling, kështë i thojmë në vendin e grave, aty ishte unë mezini, vendin mezini të të nëllë, mikrofoni e gjanë të asën pëtanë, edhe knova e zanin kohën e drekës. Falë me 4 rakatë sunet. Atëherë edhe zanin e dytë, njerëzit kanë marrë me ikë, se kanë thonë, marrë i ka punë, se s'kanë ditë një pjesë e madhe. Kur kanë punuar zanin e dytë, kanë metë njerëzit. Krejtë në përpjetën e krejtë, ashtu krejtë, mushe e pushe. Falë me mizitën, dhe me thonë, diçka e pa imaginueshme ishte, diçka. Me të thonë drejtën si vlla musliman, gjaja ma masore jetë temë është e hadith. Ma masore. Qabja bëllë është, kam shku në haqë, asë me gjinoshe, se të shkaj në haqë. Ati në fillim, po, aja ishte gjanë madhe, shka jërë zakonshme. Erdhe urni nga komiteti partisi, nuk ka ma gjëma, vetëm me një. Pra u ndalua sërish një. Dhe me thonë, erdhe urni, atër një grupë për që në trive, shku në komitet partisi, dhe morën edhe 5 gjëma lenje. Atër s'pat ma ordën, s'kur gjanë, edhe u hapë. Se më në aplikimi i kësaj punë me fjallën. Edhe atërë këna shkuj në fajë gjamia, ka kënë kuptohet në qeni që ishte. Ishte filloj edhe dimni me fjallë, ishin shina, ujni, hirit vite këteje, bështësi këna pas. Por, aja u banë se bëp, më shkak, si na ta fillojmë këtë punë, alhamdulillah. Edhe thash, 2 gjana pas bështësin më të madhe, mëllin e fesë, dhe pas gjanë më të madhe li hapjen e fesë. Kja ishte këzimi malë para që kishte iman, para që s'ka iman, nuk e di si e ka, imaginu si e ka një, zemra e gjithë kuj e din, kurse për mu, e për ata që besoshin që ishin që i këshin rujt traditën, thash tradit nuk është islamit, për këshin rujt amanetin islamit, edhe ishte diçka madhështora. Tërko, si filluan pastaj që të hapen dhe xhamit e tjera, si filloj të riorganizohet tjera fetare shkolla? Ma shkunë në Tiranë, se ishte xhamia e Thembavt, ishte dhe muzeum, shkunë të një 3-4 vetë për i ti grupit një shmetarve, ma Visabrin atje, edhe morën leje, kuptohet, kushe kishte ministria, kushe ka pas, nuk e ka rejta që nuk i parë. Aja që ka kënë përkatëse për atë punë, që është interesu, edhe e rihapen me i fjallë edhe xhamin e Ebu Bekër. Ate e din e horë që këna me Ebu Bekër. Kështu që me thanë drejten, ati më që ka një Ramazan Sheku që e kam pasën për dështarë, me drejse dikure, për ata dijet e emet e tëne,
Edhe kryesia ka nejtë 6 muaj në Shkodër. Hapi Sabria, kryesia e Komitetit Musliman Shqiptar ka kënë këtu, dërgutit tu, të këta banjet, ka pa kanë një të shpi dëkaqa aty, dhe aty kena vazhdu, mësë nëjë fillun të rritë me arë, me mësu, fillu me mësu, që me thonë, erdhen ilmi halat e para, ata libet që janë praktik, ata 10 sure ose 20 sure të Koranit, edhe regullet e abdesit e të falin të atë, erdhen për i Kosovët ata, për i Kosovët dhe i pruni, erdhen atë sinë asman, i shpedame në musliman, që ti kenë pak në si orientim. Pra kishte një etje besoj të këqyta? Shumë etje, jo etje, por shumë etje. Donin të ledzonin shumë etje kishte. Kur'an, donin të ledzonin profetin, të ledzonin e zanë. Kishte angazhim shumë, të me thonë një atmosferë, se ishte pa fillukja, dalja për i vendit, ishte atë, sa, masaj u makja Partia Demokratike me 13 dhjetor, mas i mujnë, të me thonë, kështu. Edhe, alhamdulillah, fillaj lvizja, të me thonë, ata, një gjëse, hoxhallarë të këshin dek pjesën tërmuse. Vetëm ja 3 ishin, i fel, Hapi Sabria, Hapi Zmani këtu që ka kënë, edhe një farë Halit Mërtosh që ka kënë atje, po edhe një 2 nëntë malit, dhe 5 vetën kënë, edhe një në vrak, 6. Ju keni bërë ezanin në 16 nëntor, vitin 1990. Ndërkohë, cili ka qenë ezani i fundit para këti ezani, cili nuk ishte thjesht një ezan, po ishte një tire për një besimit? Nuk e di, kam kënë ushtarë, nuk e di, thashe dhe herë. Pra, ishte një rikthim tek ezani, ndoshta diku mbas 23. Atë kohë për shembull kam kanë medrese unë, dhe në medrese kishim një muaj Ramazanit pushimna. Edhe vishim tu me një në shtëpi, edhe me fal taravin, kam fal ta Hapi Sabria në Rus, ka kanë Hapi Sabria imam atje. Jo atje kam shku ta Hapi Sabria, kam fal Ramazanin. Për këto kamse atë në atë kohë ka kanë. Ramazani ka kanë janar në atë kohë, flas kur ishim medrese na. Mirë po, masa nuk e di, mëse kam kënë ushtarë, nuk e di që pa këtu. Faktikisht unë e kam pjetë shkatrume kur kam marrë me leje. Thashë edhe jenë fillim. Ishte diçka i pa imaginuar për nëse do të arrijet në këtë shkallë, me fjallë. A këpëtan kja menzirë ose kja fatkesi. Të bane një muzeum, ateist ka kanë të kanë marrë qimin e pejgamberit e gjana, Koranit, kanë ba politike në vetë ata. Atë qëllim kanë pasë në fillim. Djetë e punë se në kena bërë shkollë marxizëm e kena ditë se si e kanë qëllimin ata. Me gjithate se janë rrimë në atë keqës nuk e kam mëndu. Çfarë emocione keni kur e vizitoni sot xhamin e Plumbit? Po të shaja ka një simbolike në asaj i hapjes, me thonë shaja. Para të kohës kishëm xhami. Shkodra ka pas 39 xhami, këta i kanë shapshu tana këta, se këtu ka kanë qenë islami, se ka kanë luja, ka kanë luftë më madhe, se në Blun e xhami ka kanë. Më kam kanë ushtarë në Blun, mësë pri bërrejle shkove në Blun. Gjamia ishte, po feja ishte mëllën. Gjamia ishte, po në gjene kastër pa shtu. A kuptan? Pra nuk ishte ati atmosfera islamit. Se ati kam ati për dervish Bektashi e gjana, kështu ata nuk e frekentoshin gjamiin, a kuptan? Kështu që këto e dishin që ata ishte qendra e muslimanve dhe kristianve, ata kishin të dyja. Edhe kështu që banë shmas me i fjallë me mujtë me shkatru, edhe i shkatru në ta institucione, kuptohet gjithë kom. I banë në për kooperativa, në për fshatëna, i banë në magazina, në për depa, që i banë. Një pjesë shkatru në krete. Kuptohet, xhamia Parrus për shumë ka kanë i ka, me 2 minare që është ka kanë. Xhamia ma madhe, ma bukur në Balkan ka kanë. Dhe e prishin me temel, i fjallë. Ishe një Pjetër Kosta këtu sekretari parë, kuptohet që i fjallë ati i konvendota nuk e di që më thanë të shpatrojmë me polë këtë, po s'ma në diçka ishte pa imaginush, pak dhe në muzeum të rita, kuptohet që gjarë bukur që artistike ka kënë. Aja e bon, po aja rozi ka kënë ma bukur se kja, që është bon tërsh. Edhe kështë që me i fjallë e unë thash edhe herë e zjetat shkatru me punën, me thanë drejtën edhe në ndajtën masëndaj e kam lanë punën e i thash të është mirë o pafshim. Unë e kam detyrën tjetër, tash nuk punoj ma këtu. Tash është detyra, më thëtë, ati ku duhet. Edhe pra, datë punën të uaj ku punorit në ndërmarrje në atë kohë dhe ju këthyet aktivitetit në xhamia, po? Po, këthyet. Masë në ishte Ramazani i parë ka kanë prillt në matë e njëshit. I fshat i madhe ati në trosh, është një 700 shpitësh. E këshin marrë xhaminat, e këshin marrë kryesi kooperativet, ta e morën e këthynë në xhami. Edhe më qojnë fjallë mu, a mund është marrë me në hapë xhamin. Fakët e kuptohet që më hënë atër me bicikleta se s'kena pas në... Ishin të pak ata që dinin Kur'an dhe dinin të falin namazin? Ata kishin me da pleqe
që kishtë ata kanë rujt, kuptohet. Pjesat e mundëse që kanë ardhur në kanë ditë selam as kur gjao, kanë ardhur kanë hinë xhami më val. U bën ja 200-300 vet. Ju kam thënë sikur të dera e borrit xhamisë, të dera xhamisë, ti marr në pyetje ju, më mendja se ndër 300 vet as 15 vet jeni për këto. Por po ju këshilloj një gjë kryesore. Hajde me gusël, nga gjënë e pleku më pastru, hajde me abdes me pastën pjesë. Mas andaj nuk dini me thonë, ata tjera thuj Allahu Ekber, Subhanallah, ani thashe Zoti e din sa dini. Sa e din. Edhe kështu që fillun, mas andaj këta ilmi hadhe dhe gjahet, ata fillun, ata mësën po, ata fillun me, se fillan njërë, kur ka pasion, atin, se pa ka një elham, një kullu valla, një inate, të është me një kullu valla elham, falë sa dësh, në mazë, kuptan. Pra filloj pastrimi i atyre xhamive që kishte mbetur, filloj rindërtimi. Aja u bazë, u kthyja 70 vetë kanë punu 50 a 60 jo, me kthy në xhami atë. Që ka kanë xhami kryesi kooperativet, kur shkova në Ramazan, me një fjalë, një këtë punë kam bërë një javë për abdes edhe gusël kam fol, masa ne kuptohet porosinë të tjera. I thoshe, hani iftarin në shtëpi, hajde se falim akshamin në xhami, kisha hall një afru, një gjysore për taravijet. Atëherë mashe biseda, që me fillu me kryut ata, atë binin me fjallë që me në musliman në kena detyra gjana. Pat një jahorë shumë madhe, ai më Ramazanit, kështu. Erdhe Bajrami ati më kalon Bresa, erdhe një zis këna për thonë të makina kështu, me kareceri, prej Taravicet, Lumjan, Dibran, 30 vetë, kishin darë me falë Bajramin, ku ka hap xhamia e Trumshit. Erdhën aty ata, selam aleikum, u qunë të gjëmbati, i respektunën, hunën rashparte të rashtat. Edhe, aty në qirës kam folë, që qirës jashtë, se kanë pasë gjëmjet, kanë pasë atë qirës, karrik. Nësë kena më këtu po, nesë. Edhe kështu që aty folën, ata kanë që atanë, më thani, ka një atmosferë jashtë zakonshme. Pra, të me thani, u rihap që punë, e falendorim Allahun shumë, si na ishëm dëshmitarë, më të në gjarive, me thonë, dhe tash me thonë drejten, alhamdulillah, këtu filloj atmosfera, mësë në i bami një emision në këtu, në Radio Shkodra, të Thirrja Islame, natë një ishin, një i vjetë gjysë, e këna bami i fel, dhe gjëma, një 50 minuta ka kënë kë emisioni. Ajë patë dhe atmosfera të manë rëndësine vetë, sepse një gjoshin njerëzit me radio gjithë ka, edhe në klub e qoshin, ata që ishin klub, pa qaj radion se të shëtonë, emisionin Thirrja Islame Radio Shkodra. Me një fjallë, unë mësë në shkova në Kajro, në shkova në haqë, mësë haqë në Kajro. Atëherë, mësë në këtheva këto, mora me një islame, koordinator, mësë në një 3 vjetë, jam marrë këtu dherë në natë 5. Atëherë, u bërë xhamia Koplikut, dhe shkova në Koplik me Brahani, kishte qef, me më qonë Koplik atje. Tu kishte në zanë së shumë me një islame. Me të thonë drejten, i lirë, janë gjanet buka me pa pas me filmu në atë kohë. Shkoshëm 20-30 djemë të ri, edhe unë i moshëm, ishim moshumën, 40 vjeç, ku ka pas xhamin këtë katon këtu. Ati shkoshë e kënoshë e zanin, e falshëm miznitën ati. Tanë pshati aty, më bjashën, se më tanë, biseda, zana, që qa, për mbalë më, ishe mbalë, ishe shumë ka kënë, sot, si imaginohet, si ka kënë, atë televizje që kanë kënë, e nuk e harrojmë kur, më ata, zana. Por që thash ma përpara, gjaja marën që ishme jeqë 16 nënori. Ajo do e një ditë e paharueshme. Aja gjaja ma mashtore, thash, bolë mashtore haji, që asë me noshe se shkojnë hash në gjerë, kur, po aja ishte badhe, shka. Në u hape drejta, në rëgullu punë e shpirtit, edhe liria e shpirtit më bërë. Kishte nevoj shpirtit për ushqim. Bolë e që më bombardu, ateizmi e kja, në këteja të në punë, këteja aksene, gjë, të është alhamdulillah. Pra për 23 vjetë qyteti nuk ishte dëgjuar ezan. 24 vjetë. Këtu, me fjallë, s'kanë kënë gjajsh, për paqe këtë nëzës. 23-4 vjetë mirë, për thonë ju. E zonin, që me thonë, e këna kënu shpi, ku bile ata vitet e fundit, e kam mëllë dherën me qilë se thoshe, nona ishe plake, nuk ishte fort plak, po, dhe që në rrallë tamlit, mi thëtë aty në falet djali, ishe probleme më burë. E të hekshin prej punit, edhe me t'i mu dhe pranga, ta kupten. Kështu ka kënë zjendja. Të është njerëzit me i thonë, edhe djemë betë mi që kanë le, në atë kohë kanë le, 7-9, 8-3, po, i duke që pra, ata s'kanë kanë të mi që kanë pata,
po të shikë më qunë në sëfër, e mi vunë perde, ose perde jo, po mi vunë patanije për qeres. Këpëtan, se kështë ka kënë të unë. Ta është i pa imaginush ma jam punë. Pra, njerëzit burat në shokën me nu. Di fshatarë sa të dërshën, një është në pshatë ka punu, një është me të vetë me unë që a kënë. Edhe gjak për gojet ka qitë dhe amë Ramzanin e ka majtë. Pra, kështë e meta ja. Po deftej edhe një si punë, jo, si të është një si punë, i qajetit, kur u mëllë feja, një ashe jemi ka kënë eroje të kryësia kooperativës të në Bërdicë. Kryetari i kooperativës, Hamiti kanë thonë arstër me të pastë. Ai kryetari, ka kënë, kuptohet, kryetari kooperativës, mëtari pa të mërdijet e punë. Hamiti ka thonë, është duk me finë. Që a thaj kryetar? është duk me finë. Ja marë kryetar. E keni prej pëmën për rajt i ka menë. Ka kënë shumë ju të raqë. Si të të fënë, po të shmos më bëjkë mu besimin. Unë shpi për shumë të falem, unë lezej Kur'an, unë bëj dhikur, që kene bëjsh me temet ti. A kuptan, që s'kem gjami, unë e ushtrej prep, si më thonë, angazhimin e detyrave, zanave, tjerë, mi fërë. Mi fërë se njerës... Shkodra kishte rejnë të thella, kishte rejnë të shëndetshme, kanë rujt, me thonë, kanë rujt. Që pas ta i shioj gjithë Shqipëria. Të është aty u banë se bep shkak që me thonë Allahu e dinë që të shenë. Na këtu morë me iniciativen, por po të betohëm vla i lirë, atë ditë me 16 kanë 500 polisë me automatikë. Tane e koda ka kanë murë. Pshemë në përshpija në përgjana. Po të betohëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Unë ishe me thire zonin, si i të shjam të naj, i të parate një ashtu s'kam pa fish jetësimit. Në kujtohet lufta e Bedrit, kur Zoti i forcon zemrat e 300 luftarë, ata ishin vullnetarë musliman, as luftarë si ishin kundër 1100 atë në që kishin ardhur me shkatru islamin. Pra Zoti çon korraja. Hiç asë sa më të shitet. Klova zonin sikur s'ka kanë feja mëllën. Subhanallah. Ta hektë Zoti krejt atë, sikletën e zonë. E kanë thënë ata komunistët, kanë thënë kanë pasi bajanak komunistët, thotë kanë thënë ta bëj fushin bërë këta bëjnë kështë ndaj këtej. Ku bëjnë e fmit, Allahu të thashe në fmit. Allahu i ka sjell në dunja, pëse bebin tonë, Allahu të jelë në tyja, më shkej për i kështë matë. Pëse këshin bëjnë ata që ta bëjnë kështë, ta bëjnë kështë, që kanë menu ata, me që u bëjnë ke aktiviteti, dhe me thonë, të kanë bëjnë, në parti kanë të volë, me bëjnë me ta bëjnë. Ka diskutuar edhe për të marrë masa, pra e kanë fundi që shkelje e ligjit ateist. I thojmë në Shkodër, i kështë dek ora, kështë e banë Zoti Murat. Kur banë Zoti Murat, nuk ka zonë që del mjatë që ka bënosë Allahu subhanahu wa ta'ala. Aja ishte lvizja e nisë, sebeb, shkak, po Zoti ishte aji që kështë e më vullet asaj punë. Allahu që dhe shanë. Hoqë, një këshill për të rinjtë sot, duke qenë se ju keni kaluar ato ditë të vështira, keni një përvojë gjithashtu të një rihapje të besimit ndër shqiptarë. Çfarë do këshilloni? Po alhamdulillah të është ka medrese në tonë Shqipërinë, po thuaj se po tham disa vende kryesore, vende që mësojnë për fe kur të më mësu. Literaturë ka boll, që aty s'ka pas as literaturë, se ka një literaturë vjen kohë përpashme. Së dytit edhe bisedat me celularën, me zana së tash. Ju ka ku me marë objekt ose si me thonë program ose material. Me gjitha te, unë i këshillaj përit me thonë se situata është e fshirë se në përshojmë se sëtë ku ka rritë një jonë përgjithsisht. Pa bëhat një luftë e jashtë zakonshme të me thonë, shigjetat janë drejtu, kuptohet në islamit e tjetë, i kuptojmë të zana, por feja më provat prej Allahu Gjellëshanu, nuk ka kush që më të shkatrojnë fejnë Allahu Gjellëshanu, sa do që të mundohen. Për nëjë të rritë për shemën në kënë përmosë, a i që është i përmosën e ka rrugën e haptë, për me njekë rrugën e vërtet, me vendosë vetin në shkallën ku duhet për me kënë si qenë njërzore. Ju për shemën është a i që të të marri stafetën dorë, të të transmitojnë 50 tjerë që të të vinë, se na për shemën e ka lume të fasë, të shi në vjetru, jetët të të lehet, kuptohet, të të shala me iman, edhe në pojmë të apër këta, o Zot, o Zot e rinin tonë. Bani që t'jenë rrugën e drejtë, rrugën e besimit. Besimi është ai që e stacionon njeriu, e stabilizon që qenje njërzore. Se mosha e rej është aja që ka hobin ma të madhë. Sot e shqip një vetër, lakolisie, gjana, se me thanë, gjana të papranushme,
Na për shembull, se kam menduar se do arrijnë kështu kjo punë. Megjithëse pejgamberi më ka dhënë informata, kemi hadithe sa dësh, por prapë thash më përpara, që unë ati kena ditë, po kena thonë që nuk do t'jam rrim na, se ka ishte problemi. Dhe tash ti, alhamdulillah, unë e bëj thirrje, që më në rinis, sillet nga rruga vërtet. Atë gjenë paqen, atë gjenë qetësinë, atë gjenë harmoninë, atë gjenë nderin, moralin, atë gjenë të mirët e kësaj bote dhe të ahiretit. Dhe ti mundesh më bë biznesmen, mundesh më bë dietar kësaj shkolle që bën të nësh me këta, bash doktorët, po imani është baza kryesore. Pse? Se kena dy elemente, ju e dini mirë, materie, trup dhe shpirt. Shpirti s'hanë s'penas, ai kërkon iman, kërkon adhurim. Pra kur bëhen bashkë të dyja këta, ata shinat e tretë më sonë ka lloj ka dalë nga punia dhe me shin, po ne kena me dy. Atëra, pra edhe imani, edhe besimi i plotë e këta, edhe jeta kësaj bote kuptohet. Atë është më me qarë kjo punë. Prandaj këshillaj i tham, i bëj thirrje se thash, unë ishe i ri, pra kur mbyll feja 20 vjeç, kam kanë në kupton. Për mua ishte diçka fatale ajo punë, thash më përpara, po. Elhamdulillah, tash ta i kanë rrugët e hapta. Kupton. Mundën me ushtu lirshëm, alhamdulillah, elusëm Allahun që kjo punë të vazhdojnë, mos kemi më ashepat kësijet më, por ama një gjë mos ta harrojmë. Gjohë që na i braktisëm i lam të xhamijat harap, mëse nështë vjen Zoti që një zullum qarë dhe këtën në gjendën që ka kënë. I kam thonë shumë, edhe në për hytbe i kam thonë. Pra nëjë mas të i një gafil së përqendrum, haqë se na falë Zoti, haqë se ke, jo ma jo, kryjë detyrët ti. Rregulloj e vedin ti herë, më së ndaj. Edhe familjen tonë, bashkëshortën e fëmijët e çaketëna, jepi edukatën, edukata islame ka rëndësi të madhe. Që ose një popull ka edukat fetare, dhe më thonë, ne flasim si musliman, tjerët kanë fajtë e vetën, gjithkush ka atë konstruktuet e veta, por na i këshillojmë, edhe i bëjmë thirrje, jo këshillojmë, po i bëjmë thirrje, që të jenë në këtë rrugën e vërtet. Se aty do të gjejnë tana mirësitë e kësaj bote edhe botës së ahiretit, më së mbaj. Se si jemi vetëm për këtë botë, se ta kujtojnë se i ka edhe unë më hesapi. 3 dogma e formojnë besimin. Besimin në Allahun, pejgamberin selam, bitën e ahiretit. Që ose njëna pa tjetën s'majnë. Besoj Allahun, po besoj edhe pejgamberin, po ahiretin, po ja pas ka ardhur kush. Po ta pashkan? A ka thonë e zotni, në këtë dënja je udhëtar, edhe garip i huj. Din të gjana. Pra na jena të huj këtu. Stacionin se kena këtu. Stacionin e kena në botën e përtejshme. Po për me shku atje që pashkan, janë 2 gjana, më xhenet e xhenem, Allahu na ruaj. Ne kërkojmë shpërblimin e Allahut. Ne kërkojmë që çdo njeri mos dënohet për Allah. Zoti dënon kanë pa fakte pa. 13 vjet pejgamberi selam me çka ka bë. Vetëm për fjalën la ilaha illa Muhammedur Rasulullah. Dinti. 13 vjet David që rënjoset kjo fe në zemrat e Mekasve atë në atë kohë. Se nuk ka shkallaj. Se më tha një ditë atë pijen të nakni nalta jo xhallat, mase ashtu ti. Mase një çzo. Nakni nalta jo xhallat, ju më i thoshë kanë Allahu xhallahu. Thash tëra ajete kanë ardhur thash për pijen. Njani thotë të pija ka dobi pa damni më i madh. E ka lënë fakultative. I dyti tash ka një sahabe me pri, ka thënë kul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun, astaghfirullah al-azim. Veç më thonë la, nuk adhurohet zot, tha a'budu adhurohet zot që adhuroni ju. Erdhi ajeti që tha mos afroni në mos pishë. Mos në tajti ka unë ka pakon 4 gjanave. Pijes, kumars, fallit edhe që është kjo skulpturave që janë këta. Edhe tha, kam verbat më të njëjta shejtan, rrijën min amil shejtan, feshën i bula alikum të primun. Pra që më thonë, Zoti ka ditë që nuk është çelëzit është kjo. Unë ndal kjo pas banalet, jo mos të nish nalet ashtu ja. Hoxha Allahu nderoft. Allah shpëlef më të mira. Zoti nderoft edhe ju, inshallah, thash, mas me zgjata shumë se bën ndoshta mërzitshme. Thash edhe herë na kena shumë, zonë diftuat të njëjtat tona, gjona shkon puna shumë gjatë, po këta ishin më tepër ata si e përmbledhën diçka. Kjo puna ju ka vlerë, si e kujtim atë në ty. Mos ndaj ta mbarin si dën ata. E kupton, po për ne ka me shej madh. Inshallah Zoti i udhëzon popullin tonë. Amin, amin. Allahu nderoft, Allah shpëlef.
Në këtë 35 vjetor, rrëfimi i Hoxhës na e rikujtoi edhe një herë se drita e besimit nuk shuhet kurrë, edhe kur mbi të rëndon nata më e gjatë. Hapja e xhamisë së Plumbit ishte ringritje e një zemre të plagosur dhe ishte një dëshmi se besimtarët i qëndruan besnik besimit ndaj Zotit, namazit, ezanit dhe shpresës. Sot, ndërsa ecim në një kohë tjetër, kjo histori na thret të mos e harrojmë sakrificën, të mos e lëmë ibadetin pas, e të ecim përpara me përgjegjësi shpirtërore dhe me mirënjohje ndaj brezave që e ruajtën fenë. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë edicion të veçantë të emisionit Këndi i Diskutimit. Asalamu alaikum.